gjykatën e posaçme të apelit është duke u shqyrtuar një kërkesë e bërë nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për zëvendësim të masës së sigurisë arrest me burg, në bazë të së cilës prej shkurtit po qëndron në paraburgimin e Durrësit. Zhvillimet i ndjek nga afër gazetaria Blona Metushi, të cilën e kam në komunikim të drejtë për drejtë. Blona, çfarë ka ndodhur deri tani në këtë seancë? Njëla vetëm pak minuta më parë, gjyqtari i posaçëm Gert Pëllumbi shpalli vendimin e tij në lidhje me ankimin e bërë nga kryebashkiaku Erion Veliaj dhe biznesmeni Elman Abule, duke lënë në fuqi masat e sigurisë, arrest në burg për kryebashkiakun dhe arrest në shtëpi për biznesmenin Elman Abule. Në nisje të kësaj seance në orën 14, fillimisht foli avokati i kryebashkiakut Erion Veliaj, i cili në bazë të kërkimeve të tij tha se kjo masë sigurimi nuk duhet të vijonte më pra ajo e arrestit në burg, pasi edhe hetimet të cilat kanë vijuar nga ana e prokurisë së posaçme tregojnë se nuk ka më rrethana që ai qëndrojë në këtë masë sigurimi, duke propozuar gjithashtu edhe lirimin e tij në garanci pasurore. Nga ana tjetër, zvendësim të masës sigurisë kërkoi edhe Elman Abule, biznesmeni i cili u vendos në arrest në burg nga po kjo gjykatë pra e apelit, por të dyja këto kërkesa u rrëzuan vetëm pak minuta më parë nga gjyqtari Gert Pëllumbi, i cili vendosi që të qëndrojnë të dy ata në këto masa sigurimi. Nga ana tjetër dhe prokuroria e posaçme ishte e qëndrimit që këto masa duhet ngeleshin në fuqi të paktën deri në përfundimeve të hetimeve paraprake. SPAK e heton kryebashkiakun Erion Veliaj për akuzën e korrupsionit, pastrimit të parave dhe mosdeklarimit të pasurisë, bashkë me bashkëshorten Ajola Xoxa dhe disa persona të tjerë. Blona, faleminderit për raportimet dhe detajet që përcolle.